Pyetje për Marash Dukan? Kush ka një pyetje për Marash Dukan? Zonja. Përshëndetje pjesëtar të diasporës, përshëndetje pushtetar të kombit tonë. Falenderoj shumë për ftesën që na bën, edhe na krijon mundësitë që të themi edhe ne di fjalë për të mirën e vendit tonë. Nga jeni i nderuar? I nderuar. Emër? Unë jam Rushit Kamishi, jam origjinë nga Bulqiza. Nga Bulqiza. Kam punuar në minierën e Kromit, kam qenë dhe ushtarak, kam shërbim të sistemi monist ishte uni, edhe s'kishte tjetër, që si në erdhë demokracia u shliuam edhe nga emocionet, nga shtrëngimet, edhe fëmijët në rritën, shku në diasporë, dola pension për akoshëm, edhe unë diasporë ka 24 vjetë. Po, pyetjen tuaj. Pyetja ime është, me qenë se paketa e malëve është miratorë. Kemi pengesat theksume ligjore nga ligji 7501. Sepse ne kemi qenë punë shteti, kemi qenë larg vendlinjës, edhe s'kemi pas mundësi që të bëjmë letrat individuale si mas ligji 7501. Një ligj që ata parlamentarë nuk mund të them kriminella, po ligj kriminal se akoma dhe sot përvriten bashkombësit tonë nga i ligj famkeq. Më e keq se ligji i reformës agrare Monizu. Po e shpytë njëri, po të ligjet vetë. E qartë. Atëhere, lidhje me këte. Po paketa e maleve të ky paneli është pak bisedë që nuk qëndronin nderuar. 10 vjet unë jam i ligjit. Jam dakord me ligjet të shtetit. Po jo të ky panel. Atëhere, nuk ma japin mu se s'kam, o pronat në emër Gjishit. Gjishi ka tek edhe baba. Tani me që pyetje për këtë, se paketa e maleve është pikërisht për të të shpëtuar nga kjo pjesa 7500. Pyet se s'u shpëton dot. Po pra, po nuk shpëton, nuk të shkoj në korap ndërtej, po të ndërtej aty ke toka e flakut tim. Po aty pra. Pra, pikërisht. Po s'ma e pra komuna. I kam bërë kërkesë ka 10 vjet. Shkoj ke noteri, thot. Jo s'ke punë fare me noterin, fare. Se kështu shkoni ke noteri që t'ju marrin në i lek noteri. Atëherë, prit. A do përgjigjen? Jo të t'jap këtë mendim unë ty. Jo mendimin. Jo, se nuk është kohë për mendim, tu është kohë për përgjigje. Nëse ke në plan të bësh një gjë te toka e gjyshit tatë. Nuk dhe bëjon, do t'jali im sa ndërtos. Djali jot, shumë mirë. Atë tokën që t'ka lënë gjyshi, bëj kërkesën ke Këshilli Bashkiak i Bulqizës dhe Këshilli Bashkiak i Bulqizës brenda 30 ditëve nga kërkesa do të ta miratoj tokën për të bërë atë ndërtimin që do bëj djali. Kaq. Po shko më ke noteri, as ke gjyqtari. Shko ke Këshilli Bashkiak, prandaj kemi bërë paketën e maleve. 10 herë kam bërë kërkesë, zotëri. Po se ke bërë pra kërkesën, ma jep mua kërkesën. Hajt, pa birë mu. Do ta djeg unë te Këshilli Bashkiak i Bulqizës. Faleminderit. E dita I nderuar për parlamentin. Të lutem. I nderuar. Unë kam punuar në minier e Kromit Bulqiz, edhe dihet se çaj situata është janë minatorët atje. Janë paguar me një pak se në zi mbjetojnë. Nuk u mirator ligji për statusin e minatorit. Kam protestuar. O është premtuar që në 2013 kam qenë edhe unë atë me zotin Edi Rama Bulqiz, në atë miting, e kemi përgëzu edhe kemi votu masivisht se Bulqiz ka qenë gjithmonë e djathtë. Se ka qenë rënuar nga sistemi këtu. U kthemi edhe në votën, akoma asi. I nderuar. Aq me e keqe, një deputet i nderuar mund të jetë, i krahasoi minatorët e Bulqizës me balerinat e operës. Një fije e randë, shumë e keqe. Zotri, unë shpresoj që në këtë mandat do të jep një statusin minatorit. Më fal. Jo, kam një moment shumë të rëndësishëm. Të lutem, më dëgjoj pak. Më dëgjoj pak. Më ndihmon stafi. Kam harxhu lek zotin. Kam harxhu lek, kam marrë apo stafat për të më ditë për patriotë e mi. Nuk themun se s'ka bo punë shteti. Sepse ne kemi ka hec fshati im,
është te kulla hubi. Ka pas ministra, ka ardhe kryeministri, i dhon prioritet, ajo nuk në fund botës, po në fund katonit tonë, 50 km me Tiranën. Më fal. Atëherë, për këtë, kanë ardhur shumë. Të lutem, do më dëgjosh. I nderuar, të lutem do më dëgjosh. Tani, këtu kemi të gjithë nga diaspora që kanë ardhur në summit. Jo me diasporën, mos bëj debate. Janë të gjithë nga diaspora që kanë ardhur në summit. Televizor, atëherë bëj debat. Jo me ne. Kemi diku tek një orë që po flasim, bëjmë pyetje përgjigje që të marrim edhe ne komentet. Pension tu, ka punuar edhe atë me djalin tim, të vëlla pensionat e shqetësisë. Po shqetësimi nuk është për te ky panel. Nuk është për te ky panel. Tani më mirë kupto dhe mua nga parlamenti duhet nisma ligjore. Kaloja mikrofonin zonjës që të marrim nga një koment edhe për ftuarit e tjerë, sepse unë nëse keni ndërmend ta ndërtoni vendin. Tani ta respektojmë zotin Marash dhe zotin Rexhepi që gjithashtu kanë ardhur këtu në panel, tu bëjmë nga një pyetje nëse mundemi.